Disa gazetarë deri më sot ja kanë lexuar Sali Berishës nenin e statutit që detyron t'i jap dorëheqjen e parevokueshme në rast humbje të zgjedhjeve parlamentare, pavarësisht pretendimeve që ai ka për cilësinë e zgjedhjeve. Është një nen i shkruar nga vetë Sali Berisha kur nisi betejën kundër Lulzim Bashës dhe e ka pakzuar si Neni Basha. Para zgjedhjeve së paku dy drejtues të rinj të PD-s, Belind Klliçi dhe Besar Xhaferi, e përsëritën këtë nëpër studio televizive. Ata premtuan se në rast humbje edhe për Berishën do të zbatojë Neni Basha, pra ai do të jepte dorëheqjen. Tani përgjigjen e Berishës e dim të gjithë. Ai pretendon se ka kuptuar që është i dërguar i Zotit në një mision në tokë dhe do të largohet vetëm kur t'i thotë Zoti. Problemi është se nuk dim përgjigjen e PD-s. A është gati PD të pranojë se ka në krye një të dërguar të Zotit apo një kryetar që duhet i bindet statutit që ka shkruar vetë 3 vite më parë? A është gati ndonjë i zgjedhur i PD-s, ndonjë antar kryesia apo kushdo tjetër në ato parti t'ia lexojë Berishës nenin e statutit dhe t'i kërkojë ose ta shfuqizojnë ato ose ta zbatojnë? Nëse e shfuqizojnë dhe pranojnë versionin e ri që Berisha është i dërguar i Zotit, atëherë situata ndryshon dhe betejën duhet ja lënë Zotit. Nëse duhet ta bëjnë vetë, duhet respektojnë statutin. Por nëse nuk e shfuqizojnë, por e lënë në fuqi, atëherë duhet të bëjnë protesta. Duhet të luftojnë në një betejë të reelektorale, të hyjnë në kuvend apo në zgjedhjet e radhës, pra duhet të sillen si toksor. Duhet të zvendësojnë kryetarin dhe të besojnë se kryetari i ri do t'i udhëheqë drejt fitores. Pra pyetja bazike është: a është gati PD të pranojë Berishën si të dërguar të Zotit apo si të zgjedhur nga statuti? Zgjedhjet treguan se më të votuarit në Republikë ishin ata që nuk janë konformist me Berishën. Pra votuesi i PD-s e ka refuzuar me vot Berishën. Tani mbetet verifikohet kjo puna e Zotit. Po qëse PD është gati ta pranojë atë si të dërguar të Zotit, pastaj nuk ka pse të ankohen. I di Zoti ato punë, ç'të jetë shkruar thjesht duhet duruar. PS, të gjithë bien dakord që tani Zoti këtu është Edi Rama.